Të dashur shqiptar, në një nga filmat e mi kam thënë që ilirët kanë lexuar Iliadën, dhe të gjithë shqiptarët u habitën nga gëzimi, por ilirët kanë lexuar edhe Odisean. Ilirët mollos vendosin emrin e mbretit të tyre nga emri i një personazhi nga Odisea. Emri i personazhit është Afeidas, shqiptohet tani Afidas. Ky ishte një nga shokët e Odiseas që e shoqëron Odisean për në Sicili. Atje përbindeshi Polifemus arrin t'i burgosi shokët e Odiseas në një shpellë. Dhe ata arritin ta qërojnë Polifemusin dhe ta aratisen duke fshehur poshtë barkut të deleve. Prandaj dhe vjen emri Dalmat nga kjo ngjarje. Dhe në fakt, tani gjatë regjistrimit të filmit më lindi kjo ide. Dhe ç'a ndodh tani? Emri Dalmat nuk ka lidhje me lëkurën e deleve, është e lidhur me ngjarjen e Polifemusit. Se si grekët arritën të shpëtojnë përbindshit të fshehur poshtë deleve dalmate. O Zot, sa e bukur! Dhe një nga këto personazhe quhet Afeidas. Ciklopi arriti ta kapi njërin prej tyre dhe ta shqyej, dhe ta haj. Dhe ky është Afeidas. Fakti është se ky i nënvlerësoi këshillat e Odiseas. Dhe çuditërisht, emri Afeidas është emër folor. Vjen nga greqishtja Afeido, dhe thot nënvlerësoj. Po shiko çfarë ndodh. Emri taulantëve, nga fjala taulas, taulantioi, është krijuar një lloj si emri i mollosëve, Afeidantoi, ose Afeidanta, pra Zot në qiell, ju betohem, emri të cilëve vjen nga personazhi i Odiseas, Afeidas. Dhe Afeido do të thot në vlefsoj. Përse unë i pari kam arritur ta bëj një zbulim të tillë? Unë kam kuptuar që ilirët ishin të çmendur mbas Iliadës dhe Odiseas, një lloj si populli kocaqi. Por ndryshe nga shqiptarët që përpiqen të marrin emrat e Iliadës dhe t'i shpjegojnë me fjalë një rrokshe, unë lexoj fjalorët grek. Dhe emrat e personazheve të një poeme greke vijnë nga emra grek. Nuk ekzistonte kombi shqiptar, more. Gjuha shqipe është krijuar gjatë përkthimit të Biblës në shekullin e 15. Fjalët e shqipes janë krijuar gjatë përkthimit të lirë të Biblës në një gjuhë që nuk ekzistonte akoma. Merri frymthell. Emrat e personazheve të Iliadës dhe të Odiseas janë emrat e personazheve biblik pagan. Iliada dhe Odisea janë pjesa e parë dhe pjesa e dytë e Biblës pagane. Homerizmi ishte besim fetar. Si më lindi kjo ide? E njëjta gjë ndodh në Bibël. Personazhet janë hebrej. Kanë emra hebrej, të gjithë personazhet biblik. E njëjta gjë ndodh në poemat greke. Personazhet kanë emra helen. Homerizmi ishte fe. Pra, e gjithë popullsia e molozëve në një moment të caktuar historik e ka marrë emrin nga një hero i veprës së Homerit, Odisea. Heroi quhet
afeidas. Nga folja afeido në mblefsoj. Tani ky është një film shumë i rëndësishëm. Përkon me momentin kur kryeministri shqiptar është grindur me një gazetar grek, duke thënë atij që ju grekët mendoni vetëm për filozofët tuaj, po përse grekët do mendojnë për ndonjë filozof tjetër? A ka ndonjë filozof shqiptar? Jemi në shekullin e 21, më gjeni mua një filozof shqiptar. Të vetëm, i cili e ka udhëhequr popullin ton nga kjo tirani hajdutësh, matrapazësh, njerëz të ndyrë të rrugës, janë bërë politikan, njerëz më të fliqur të botës, janë pasuruar në Shqipëri. A kanë një filozof që të na nxjerrë ne nga ky llum në shekullin e 21? Dhe ky thot grekërve që ju nuk vlerësoni filozof të tjerë. Po ku ka filozof të tjerë? Filozofia ka lindur në Greqi. Filo, dashuri, dashuria për fjalën ka lindur në Greqi. Ata kanë dashuri për fjalën. Ata marrin një personazh të veprave homerike dhe e bëjnë emrin e qytetit, ndërsa ne kemi emra grek dhe parlamenti shqiptar ju jep të drejtë minoritarëve grek të heqin emrat e fshatrave që janë me origjinë slave dhe të vënë emra grek. Është ligj i parlamentit i miratuar me iniciativën e Salis Serbit në vitin 2007. Dhe akoma është në fuqi ky ligj dhe po hiqen të gjitha emrat e fshatrave slave, se emrat e qyteteve janë greke, dhe sot e kësaj dite dal nga dal minoritarët, jo vetëm në zonat ku banojnë, por dhe në zonat të tjera po vënë emra grek. Kaq të çmendur janë shqiptarët. Janë të marrë. Kryeministri shqiptar nuk shes se çfarë po bëhet në Shqipëri. Po bëhet nami. Jo vetëm për vjedhjet, se shqiptarët hajdut do mbeten deri në jetën e tyre të fundit. Por shqiptarët po vetë shkatrohen. Na është futur virusi grek, siç është një virus kompjuterik që shkatron kompjuterin. Virusi grek ka shkatruar trurin e Kocaqit, pastaj është përhapur nëpërmjet mediave të kontrolluara nga bizneset greke, të sponsorizuara nga Athina, që zotrojnë 4/5 e të gjitha bizneseve në Shqipëri dhe kontrollojnë të gjitha televizionet private. Dhe ata po bëjnë helenizimin e të gjithë shqiptarëve. Ne i quajmë veten Pellazg. Pellazgjia ishte vetëm një luginë në Thesali o të çmendur, jo në Shqipëri. Dhe në del që molosët që kanë banuar në Shqipëri, ju kanë vënë emrat e qyteteve nga fjala në vlefsoj e greqishtes. Po shikoj se ç'a ndodh. Dhe në momentin që po bëjnë këtë film, thuhet që kjo është gjuhë para greke. Kuptoni çmendurinë e kësaj që po ndodh apo jo? Njerëz që nuk din greqisht, ju thon shqiptarëve, por edhe studentëve të tyre në Universitetin e Leidenit, më i mirë në botë, ju thonë që gjuha e përdorur në mollosi është para greke, sepse janë të paaft të lexojnë Iliadën në origjinal. Edhe Odisean. Ka dalë termi para greke, kuptoni apo jo? Termi para grek janë emrat që ka krijuar Homeri në fantazinë e tij, që janë të gjitha grek. Mi po nuk shpjegon dot kaq lehtë, do ta mësosh mirë greqishtën e lashtë. Do të thonë unë kam bërë këtë mendimin e fjalorëve dhe të inteligjencës kompjuterike. Pra unë po ju them që nuk ka gjuhë para greke. Ajo që quhet gjuhë para greke janë gjoja emrat që përdor Homeri, por këta janë emra grek. Afeidas vjen nga afeido në vleftsoj. Ku është këtu para greke, më thoni ju mua? Dhe lind problemi tjetër.
shqiptarët thonë që ne jemi pellazg, jemi para grek, duke u nisur nga ideja që emrat e personazheve nuk janë grek. Janë shumë grek, po duhet të dish greqisht që ta kuptosh një gjë të tillë. Dhe po dalin këto sepse vetë grekët e sotëm nuk flasin greqishten e lashtë. Pra të thuash para greke do të thosh greqishte e lashtë që grekët e sotëm se kuptojnë. Mirë po edhe ata kur hapin fjalorët dhe shikojnë filmat e mi thonë, po ky pas ka të drejtë. Po kjo nuk qenë ka gjuhë para greke, qenë ka gjuha jonë e gjyshrave tanë. Kështu doli, për fat keq, mbas filmave të mi, Fredi Beleri dhe tha që Progonat, emri fshatit ku ka lindur ai, vjen nga Progoni, është e vërtet. Progoni do thot stërgjysh në greqisht. Është emri i Progonatit në Shqipëri. Pra jo vetëm emrat e qyteteve janë greke, por po dalin dhe emra fshatrash. Emrat e pastë grek. Po që ne nuk dim greqisht, do të mësojmë. Që të shikojmë që janë në grek. Kjo është gjuha para greke, greqishte e lashtë. Këto janë emrat e qyteteve mollose. Tani ç'do të bëjmë ne? Do t'i heqim këta emra, edhe emrat e fshatrave, çdo gjë. Në qoftë se ju doni të shpëtoni Shqipërinë, shkoni dhe merrni një gur, ngrihenin fort me një karrocë, me një gomar, tërhiqeni këtë gurin dhe virini poshtë në tabanin e shtëpisë që mos ta shikojë njeri, fshiheni në tokë. Shkoni shpejt në Butrint, në Byllis, në Apolloni, merrni gurët me emra grek dhe fshini thellë në tokë, që të shpëtojmë Shqipërinë, se po na e marrin grekët. Kryeministri shqiptar ka vënë në rrezik Shqipërinë. Arkeologët shqiptar kanë vënë në rrezik Shqipërinë. Ne jemi një popull i çmendur. Këto filma që po bëj unë janë bërë komplet aksidentalisht. Unë doja të shpjegoja fjalorin e gjuhëve indo-europiane dhe lidhjen e Shqipës me ilirishten. Por na doli që këta ilirët, që kanë ca grek të thekur, që kanë lexuar Iliadën dhe Odisean dhe marrin personazhet e Iliadës dhe Odiseas dhe i bën emrat e mbretërve të tyre, emrat e qyteteve të tyre, dhe qytetet që ka djegur Roma pas kanë qenë qytete greke. Roma ka luftuar me grek. Ku ishin shqiptarët? Me siguri po mblidhnin dardhat. Kush do t'i mblidhte dardhat, kush do ta pastronte mjaltin, kush do punonte arën. Kuptohet që sklevrit penest, dibran, fisi më i madh i lirë në Dibër quhet penesteia, do të thotë skllavëria, një term i shpikur nga Aristoteli nga fjala penes, i varfër. Dhe drejtori i arkeologjisë me origjinë nga Dibra thotë që ky është fisi më i madh i lirë. A kuptoni se çfarë të çmendurish janë shqiptarët? Dibrani thotë që jam krenar, e quhet vetëm penest i lirë. Do thotë sklav në greqisht. Po të mos ishte interneti, ne nuk do e kishim marrë vesh kur për këto mynxyra që kanë ndodhur. Jam shqiptari vetëm që e bën një gjë të tillë në të gjithë botën. Ju lutem, për hir të Shqipërisë, për hir të dheut, hiqni emrat ilir, se si janë shqiptar janë grek, që të gjithë. Hiqni emrat e qyteteve dhe të fshatrave ilire, sepse janë greke, dhe merrni gurët e Butrintit dhe futini thellë në tokë, në themelet e shtëpisë tuaj të shpëtojmë Shqipërinë. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Jam gjigant, por nuk e quaj veten mollos.